preja se 10 vite. Shumë përqindje, shumë shifra, miq të dashur, le ta bëjmë pak më thjesht mbi të gjitha për ta kuptuar me një shifër sa më shumë do na kushtoj të blejmë, të shesim, të mbajmë një apartament dhe me të gjitha çfarë do të sjellë të mirë për interesin publik, rivlerësimi i pasurive dhe gjithë kjo skemë e çuditshme e taksimit nga 15% që i tatimit deri tek rivlerësimi dhe tatim për rivlerësimin. Edhe tatim për rivlerësim. Të lutem shumë, ndaj kemi bezdisur kreun e shoqatës së pasurive të paluajtshme, zotin Rinaldo Pipiria, i cili është nëpërmjet një lidhje video me ne. Mirëmëngjes Pipiria, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi të jem me ju. Jam drejtori ekzekutiv dhe jo kreu i shoqatës. Megjithatë jemi okay. Eufemizëm është kreu, nuk e di, keni ndonjë sipër vetes ju? Po të na kushtosh vëmendje Flavio, hyn tek narea.al dhe shikon se kush jemi dhe sa të mirë jemi dhe si kemi strukturën qeverisë. E krujt e vetë, Rinaldo, nuk ka nevojë të futem te faqja në re. Vetë deshe që më gjesë, atë temon. Jo, me që e kruajte, nuk ka nevojë të futem te faqja në re, as boll të shoh çmimet e shtëpive dhe e di që nuk po bëni më të mirën e mundshme për interesin publik, por vazhdojmë, përpiqemi ta diskutojmë këtë. Ne jemi ata të guximshëm që provojmë të ndryshojmë realitetin, kështu që po bëjmë maksimumin që kemi në duar dhe besoj që kjo është më e mira. Kështu mendojnë për veten dhe narkotrafikantët, kështu që le të mos përdorim sloganet përdorura. Kështu mendoni dhe ju për veten o Flavio. Kështu mendoni dhe ju për veten o Flavio. Pa pas kemi një përbashkët gjithë me narkotrafikantët. Kemi 2 të përbashkëta deri tani, që duam edhe të mirën. Të informojmë qytetarët që në pikë sabaut sepse është mirë që të dinë se çfarë do ndodhi 2026. Paktën çfarë mund të ndodhë 2026, se ne nuk kemi Nostradamus që mund parashikojmë çdo gjë. Po, megjithatë, këto kushtet e reja sa i takon rivlerësimit, ka zëra dhe opinione të ndryshme. Disa thonë mos e bëni nëse s'keni ndërmend ta shisni, disa thonë nëse keni ndërmend ta shisni bëjeni, po mos e bëni tamam se do ju tatojnë më shumë. Si është situata e tatimit për rivlerësimin e pronave? Dhe cila është domosdoshmëria e rivlerësimit? E para, ne si Narea jemi pro formalizimit në 100% ekonomi shqiptare, sidomos dhe tregu pasuri paluajtshëm, kështu që nuk jemi ky versionin nëse do ta rivlerësosh mos e bëj tamam. Atë që ne mendojmë kushdo që po planifikon, sidomos se po planifikon të paktën 2-3 vite të ardhshëm, nga 2026, 2027 edhe 2028, për të tregtuar, për të shitur pasurinë e vet, e ka të domosdoshme rivlerësimin se se do të përfitojë nga një ulje tatimi nga 15%, siç e kemi në kushtet aktuale, në 5% për pjesën që është diferenci midis çmimit të shitjes edhe çmimit të blerjes, në momentin kur e ke bler. Në të njëjtën kohë, ne nuk e kemi të sigurt se si do të vazhdojë politika fiskale dhe trajtimi i tatimit të transaksioneve pasurive të paluajtshme, kështu që unë do të nxjisja këdo, edhe nëse nuk e ka në plan për 2-3 vite ardhur, do të ishte mirë të shfrytëzonte këtë mundësi që besoj do të jetë mundësia e fundit për të rivlerësuar pasurinë me një tatim të korrigjuar nga 15 me tatim të ulur nga 15 në 5%. Sa më në përputhje me tatimet dhe sa më shumë të shfrytëzosh uljen e tatimit, aq më e lirë do të dalë prona në treg, aq më likuide do të jetë prona. Nuk e pse ne nuk e dimë se çfarë mund sjellë jeta në 2-3 vite të ardhshëm, qoftë nga ana shëndetësore, qoftë nga zhvendosja me punë nga një qytet në një qytetin tjetër ose nga një shtet po them nga Shqipëria në një shtet tjetër. Kështu që kur e ke pronën të rivlerësuar, e ke gati për të tregtuar dhe nuk ke një barë fiskale ekstra, pra nuk ke taksa ekstra për të paguar në momentin që tregton, atëherë prona është likuide, është shumë lehtë shitshme, është konkurruese në treg. Dhe ti si shitës do harxhosh më pak energji dhe më pak kosto për ta marketuar dhe për ta shitur. Ndërkohë, ka një, me që jemi te këto 3% dhe 5%, është një 3% dhe 8% që unë nuk e kuptoj. Është taksa e ndikimit në infrastrukturë, me sa di. Janë dy koncepte të ndryshme. 3% që ne kemi përmendur te fushat tek projektligji për rivlerësimin, themi që duhet të ketë një trajtim të diferencuar për banesat dhe për individët. Sidomos për banesën e prapër. Nëse unë jam një individ që kam një shtëpi dhe po e rivlerësoj, atëherë të lutem mos më trajto si një sipërmarrje, mos më trajto si një biznes duke më dhënë 5% barë fiskale, po ma jep 3%. E kuptoj. Tatimin ishte më vete. Ndërkohë që 8%, atëherë sot në një moment ku ti do të ndërtosh një komplet, po themi një ndërtesë rezidenciale për banim, sot ti në qytetin e Tiranës, nuk kemi sigur për qytetet e tjera, por në qytetin e Tiranës ti tatohesh, ti ke një barë, 1% që është tarifa për lejen zhvillimore,
8% që është taksa mbi ndikimin e infrastrukturë dhe 3% e cila është taksa për, po themi, për të pastreja. Dhe më pas kete disa kosto. Një sekond, tu duhet ndaloj. Tani pipiria me këtë sistem dhe me këtë barrë fiskale që gjasme është për ndërtuesin, po të gjithë e dim që e ha klienti fundor, pra qytetari i zakonshëm. Po, në çdo ekonomi të gjithë, po themi ai fundori do haj. Të gjitha kostot. Ashtu, një sekond, më ndiq pak, të lutem. Ka shumë rëndësishme për atë që dua të pyes. Ky 1%, 8% që për ndikimin e infrastrukturë, 3% që për të pastrehet, që sa u bën i thonë gjë 12%? 12%. Ky 12%. Shënjemi me matematikën. Faleminderit, po zeqinen nuk e kemi këtu. Tani pyetja ime është kjo. Ndërkohë që ka këtë lloj barre fiskale për xhepin e qytetarit të thjeshtë, si ka mundësi që nuk ka asnjë lloj përmirësimi të infrastrukturës së qytetit jashtë derës apartamentit që ti ke bler? A nuk do duhet ishte edhe kjo pjesë e inkorporuar në vlerën e apartamenteve? Unë nuk jam një urbanist dhe nuk do desha të komentoja pjesën. Si ka mundësi që gjithë pjesët problematike ti s'ke një përgjigje asnjëherë vëlla? Por të lutem, Flavio, unë jam ekonomist dhe pa është pjesë e ofertës. Atë që unë jam duke thënë, atë që ne kemi thënë mbaj linjën, po themi me shumë integritet në media dhe në komision, dhe kudo themi që kjo barë fiskale është e rënë për xhepat e qytetarëve. Nuk është e rënë, kjo është vjedhje. Apo na rregullohet kjo barë fiskale është e rënë për qytetarët. Kjo është vjedhje e para. Pipiria, kjo është 12% që është vjedhje e pastër. Nëse unë nuk kam trotuar, unë banoj në Ilagje ku është çmimi mesatar 2500 euro metri katror dhe unë nuk kam trotuar. Sigurisht nuk kam as çerr dhe kopës qendër shëndetësore, kanalizime etj, po është nga këto lagjet e reja që ju keni qef të shisni shumë, ju realtorët. Po s'ka asgjë aty, pra ju realtorët në përgjithësi kishte. Po mos e bli çfarë themu. Atë që jam duke thënë. Po më diku do jetojnë, ç'është kjo mos e bli. Deljash, po të lutem tani domethënë të fillosh të atakosh në këtë mënyrë që ju keni qef të shisni. Po të atakoj më po të pyes. Po jo pra. Jo pra, atëre nuk do ty. Se ndjen si sul një pyetje të drejtë për drejtë. Nuk do ty. Jo më s'është pyetje, atëre nuk ndjen fare është pyetje drejt për drejtë, po jo, por del jashtë temës dhe nuk informon qytetarët për atë që ata duhet të kenë parasysh se çfarë do ndodhi në 1 janar 2026. Infrastruktura nuk do ndryshojë në 1 janar 2026. Do kohë të përmirësohet e të bëhet si vendet europiane. Sot po flasim çfarë do ndodhi në 1 janar 2026 dhe si qytetarët të përfitojnë sa më shumë nga kjo lehtësi fiskale që nga 15 është 5. Mund të ishte 3, mund të ishte pak më tepër, mund të kishin taksa më të ulta patjetër, mund të ishin pak më ngjashëm me vendet e Bashkimit Evropian, fatkeqësisht nuk jemi, por nuk e ndryshojmë dot në 1 janar 2026. Dhe prandaj të pyeta për këtë 12% që kjo nga 15 në 3, ka e rekuperon që është fiks 12%? Kjo 15 nga 3 i jep mundësi që të gjitha pronat të cilat duan të dalin në treg, të dalin të pa deformuara me një barë të rënd fiskale. Më pas ka një tjetër diskutim që duhet bëhet çfarë ndodh me ndërtimin dhe çfarë ndodh me ndërtimin për banesat të përballueshme. Që këtu po ka vend që këtë 12% që sot ja ngarkojmë ndërtuesit të mund ta çojmë shumë më pak, ndoshta të mund ta çojmë 5, mund ta çojmë 3, hajde të flasim si është në çdo vend tjetër të bashkimit. Përkthe pak në shifra mesatare banesat përballueshme. Përkthe pak lutem në praktik mesatare veprimtarie, pra kush dhe si përfiton që ta çojë nga 15% në 5 paktën tatimin për momentin e transaksionit. Ideja që ti nëse keni një pasuri e cila është rritur me 60.000 euro nga momenti i blerjes në momentin e shitjes, në momentin që ke tatimin 15%, pra po themi keni bler 60.000, para 20 vitesh është sot 120.000 euro, këtë 60.000 do të tatohet 15% në situatën normale, do të paguajë 9.000 euro. Në momentin që ti e ke me 5%, do paguash 1/3, do paguash 3.000 euro. Pra te çmimi final ti do të ngarkosh vetëm 3.000 euro, ndërkohë që do të ngarkoje 6.000 euro taksa. Po kjo është automatike apo duhen bërë disa veprime që të përfitosh nga kjo ulje? Do duhet, atëherë ka dy opsione. Në momentin që do ta rivlerësosh pronën deri në nivelin e çmimit të referencës, shkon bën aplikimin ASHK të nxjerr detyrimin, faturën se sa ke përpaguar dhe mbaron aty. Në një moment që do të bësh një rivlerësim prone ta çosh në vlerën maksimale të tregut, atë sa tregu është, merr një ekspert të pasurive të paluajshme, një vlerësues të pasurive të paluajshme, e rivlerëson pasurinë, pra prodhon një raport provizional, e depoziton në ASHK dhe pret më pas emetimin e faturës për kryer pagesën.
E kuptoj. Kam dhe një pyetje që e di që s'do të pëlqej. Nuk ka surpriza me ty, e shumë i parashikueshëm. Faleminderit. Kjo tregon që jam konstant dhe koherent pak me veten. Dhe ky është lajm i mirë. Kjo skeme re i ndihmon ata që kanë investuar në pallatet e reja? Kjo skeme re ndihmon të gjithë qytetarët të cilët kanë një certifikat pronësie sot në dorë. Ata të cilët janë proces legalizimi, ka një lej legalizimi, janë proces legalizimi apo janë me kontrata porosie, nuk i ndihmon. Ai që ka një lej legalizimi duhet nxitojë të kryejë regjistrimin e pronës në ASHK, të marrë certifikatën dhe menjëherë më pas ta fusin në procesin e vlerësimit. Dhe kjo do ndodhi brenda 12 muajve, pra nga 1 janari deri në 31 dhjetor të 2026. Po, për ata që le të themi kanë pasur lek droge dhe i kanë bërë llaçe tulla dhe i kanë ato apartamente të ngelura stok, është një formë edhe për lehtësi? Po do duhet ta mbyllim bashkë dhe të ftosh ata në emision dhe t'u bësh pyetjen. Jo, flas me që e njeh strukturën. Nuk të pyeta si narkos. Unë mendoj që jo, sepse në cilin do moment ka institucione të cilat do të monitorojnë procesin e rivlerësimit. Nëse kemi lënë ke institucionet tona, atëherë jemi në rregull. Jemi shumë mirë. Faleminderit, faleminderit. Unë vazhdoj të jetoj në Shqipëri dhe i besoj vendit ku jam, kështu që nëse nuk do i besoja do kisha ikur. Shumë të tjerë. Unë vazhdoj të jetoj në Shqipëri, po fatkeqësisht kam sy. Dakor, faleminderit Pipiria. Faleminderit që nësi isha me ju. E përshëndesim mikun ton Reinaldo Pipiria nga shoqata e pasurive të paluajtshme. Do luajmë. Të cilën ishte drejtues ekzekutiv. Po, se mos ta bëjmë kreu. Nuk e di. Për gjithë të interesuarit në Rea. Po, pikal është? Besoj po. Le të shpresojmë që të jetë ashtu. Dakor, miq të dashur, është çasti për një tjetër doktor honoris pauza, si Federica Mogherini që e bëri një natë të vogël simpatike në Qeli, do të rikthehemi më njëherë pas pak, kështu që kujdes me shtëpitë, se edhe ju ikin. Edhe ti Greta kujdes me shtëpinë tënde, atë në Rotterdam. Atë po, patjetër. Qëndroni me Studio Televizion, rikthehemi pas